Çështja Norga mblidhe dhoma e tregtisë. Pas takimit para ditën e sotme, kryesia ka dalë me një deklaratë në të cilën shpreh mbështetje ndaj kësaj kompanie. Kështu kryesia e dhomës së tregtisë së Vlorë del në mbështetje të biznesit AB Group. Kompania AB Group është një nga bizneset simbol jo vetëm të qytetit të Vlorës, por edhe të atij kombëtar. Në të janë të punësuar rreth 300 punëtorë dhe kjo do të thotë ulje të ardhurave mujore për 300 familje. Nga ana e bankës Raiffeisen është bërë sekuestrimi i aseteve të kësaj kompanie dhe në qoftë se është e vërtetë që nga ana e bankës janë shkatruar pajisje dhe makineri të kësaj kompanie, vazhdon më tej deklarata. Kjo gjë është e pafalshme dhe nuk sjell gjë tjetër veçse prishje të imazheve të dy bizneseve, si të AB Group dhe të bankës Raiffeisen. Sipas dhomës së tregtisë, periudha në të cilën po kryhet ky sekuestrim është e papërshtatshme sepse fabrika është në kulmin e prodhimit të saj. Kontratat që ka lidhur banka me kompaninë mendohet nga dhoma e tregtisë se janë të njëanshme dhe diskriminojnë bizneset huamarse. Dhoma e tregtisë Vlorë i bën thirrje shtetit, Bankës së Shqipërisë dhe organeve kompetente të ndërhyjnë sa më shpejt, sepse jo vetëm po shkatrojnë një nga bizneset më të fuqishme në qytet, por edhe biznesin në tërësi. Kryesia e dhomës së tregtisë kërkon rritjen e frymës së bashkëpunimit midis bankës dhe kompanisë dhe gjetjen e rrugëve për të dalë nga kjo krizë.